Konsumi final i popullatës, një nga treguesit kryesor të gjallërisë ekonomike dhe mirëqenies së familjeve, ka shënuar një rritje prej 3,88% në 3 mujorit në 2 të vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë se ekonomia shqiptare po mbështetet në mënyrë të qëndrueshme tek kërkesat e brendshme, me konsumin familjar që zë peshën më të madhe dhe strukturën e shpenzimeve totale. Rritja e konsumit të popullatës është nxitur edhe nga disa elemente ndërthurur, si rritja të ardhurave disponibel për familjet, fal politikave të rritjes së pagave në sektorin publik dhe privat, stabiliteti i çmimeve që ka kontribuar në ruajtjen e fuqisë blerëse për një pjesë të konsiderueshme të mallarve dhe shërbimeve bazë, si dhe rritja e besimit tek konsumatorët në ekonomi. Në të njëjtën periudhë, konsumi final i qeverisë regjistroi një rritje të ndjeshme prej 12,44%, ndërsa formimi bruto i kapitalit fik u rrit me 4,33%, çka tregon për investime në rritje nga sektori publik në atë privat. Në 3 mujorin e dytë, eksportet e mallarve dhe shërbimeve u rritën me 0,97%, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s, ndërkohë që importet shënuan një rritje prej 3,26%. Konsumi final i familjeve përfshir të gjithë mallat dhe shërbimet e përdorur nga familjet rezidente për të përmbushur nevojat e tyre individuale, si ushqime, energji, transport, arsim, shëndetësi dhe shërbime të tjera të domosdoshme. Një rritje e qëndrueshme në këtë tregues konsiderohet një sinjal pozitiv për ecurinë e ekonomisë pasi nxit aktivitetin me sektor kryesor të prodhimit dhe shërbimeve. Tendenca pozitive në konsumimin final të popullatës mbetet një komponent kyç për gjenerimin e rritjes së mëtejshme ekonomike në vend.